Jam në zonën e parë industriale të botës dhe një nga zonat më të vizituara turistike të Hollandës në Zaandam. Këto që po shihni pas shpinës time janë mullitë e famshëm me erë, që janë të parat objekte industriale shumë vite përpara fillimit të revolucionit industrial në Britaninë e Madhe. Në zonën e Zaandamit u ngritën mullitë e parë, në kulmin e tyre ishin rreth 600 mulli me erë që shërbenin fillimisht për përpunimin e dritrave, pra të dritrave të vajit, dhe më pas u kthyen në mulli për industrinë, duke u kthyer në sharrat më të mëdha që bota moderne asaj kohe njihte për prodhimin e anijeve, duke kthyer Zaandamin në një nga zonat më të rëndësishme të prodhimit të anijeve në botë. Mullitë janë ndërtuar mes viteve 1570 dhe patën kulmin e tyre deri rreth vitit 1750, kur më pas në shekullin 19 shpikja e makinës me avull i nxorri ato jashtë përdorimit. Por për një periudhë gjatë kohe ishin industria e vërtet dhe më e rëndësishme e globit. Pra ky mulli që po shihni pas shpinës time ose ky mulli këtej, këto janë dy prej mullive të mëdha. Ai është mulli vaj, ky është mulli sharre, ndërkohë që mulli më të vegjël përdoreshin për shërbime të tjera. Sot janë atraksioni më i famshëm turistik rreth 20 kilometra nga Amsterdami, në zonën e Zaandamit, një prej zonave shumë bukura të Hollandës dhe njëkohësisht simboli i Hollandës, dikur simboli i industrisë së globit. Nga Zaandam, Hollandë.